Jam Aurora Knuti, mjek e laboratori në klinika Kajo. Analiza e nivelit protrombinës ose indeksit të protrombinës është analiza e cila tregon kohën e mpiksjes së gjakut. Në laborator realizohet në plazmën e pacientit duke shtuar reagentin specifik për të parë kur ky koagulon ose mpikset gjaku. Analiza e nivelit të protrombinës shprehet në 3 variante. Në variantin e parë shprehet koha e protrombinës, e cila është në sekonda, shprehet në indeksin e protrombinës, e cila shprehet në përqindje, dhe INR-ja që është standardizimi ndërkombëtar i vlerave të nivelit protrombinës. Faktorët e koagulimit janë faktorë të cilat sintetizohen në hepar. Indeksi protrombinës përmbledh rezultatet të jo të gjithë faktorëve të koagulimit, të 4 faktorëve të koagulimit që përbëjnë kompleksin protrombinik, që janë faktori 2, 5, 7 dhe 10 i koagulimit.